Kjo ndjenja e marrjes së këtij çmimi ishte nder, privilegj, që më dha një vullnet aq të madh për përkushtimin dhe për misionin tonë të shenjët, siç është dhënia jonë, që e kemi për ta ndriçuar të ardhmen e fëmijëve, për të ndriçuar të ardhmen e brezave të rinjve tanë. Kështu që ka qenë një nder privilegj shumë i madh për mua. Më të vërtetë janë disa kritere që duhet, disa kërkesa nga Ministria e Arsimit, po e para është jam shumë falenderuese drejtorit zotëri Florin Lipaj, i cili me shumë besimin për krahun dhe mbështetjen, po ashtu edhe të kolektivit, më dhanë titullin si mësimdhënëse dalluar në shkollë, brenda shkollës. Mos ne ishte gara komunale, e quva ndër të gjitha shkollave, të më thonë e para në komunën e Stogut. Pastaj kjo veç vazhdimësia. Dosja ime, e cila pra se ka dhe më herët, që e kishte disa kritere bazë, të kërkuara nga një formular nga Ministria e Arsimit të Teknologjisë, që mu plotsu ato kritere e mastaj të hyjnë në gare shtetërore. Fatmirësisht, të gjitha kritereve bazë që kanë qenë ju kum përgjigj, e që ranë e duart të një komisioni që besoj që ka qenë një vlerësim shumë i drejtë, mendoj meritor derisa dhe tani më po e mbaj një çmim siç është çmimi vjetër Shabani Ashari. Këtë çmim a mund të themi se ja vodhët motrës, a ishte dhe ajo mësimdhënëse e cila ka fituar vitin e kaluar këtë çmim, apo jo, edhe madje në qoftë se nuk gabuam, jeni binjake bashka, po? Nuk ja vodha motrës, realisht vetëm forcova çmimin tonë që mbaj më shumë burje, më shumë krenari. Motra ime është të vërtet, jemi binjake, para 2 viteve, pra konkretisht në vitin 2024, e mori çmimin e parë të mësimdhënëse dalluar. Po tani për të njëjtin çmim pas 2 viteve po e gëzoj unë tani për momentin. Kështu që është një krenari për familjen tonë, për çdo rrethin familjar e tutje. Po është diçka që veç e kemi forcu, jo që ja kam përmbyrë. Ajo që më gjithmonë kërkoj është që kushtet, të paktën profesionin që ushtroj lëndën e fizikës, të kemi një laborator të veçantë, të kemi vendin ku dhe neve na pagon, që ta bëjmë një mësimore sa më të lehtë, sa më atraktive për nxënësit, sa më e kapshme për nxënësit. Derisa në farë mënyrë praktika bën një farë mënyrë të vetëm. Nxënësi kur e bën edhe anën eksperimentale, është ajo që e forcon edhe më tepër lëndën. Është ajo që e bën që nxënësi me kuptuar në farë mënyrë detyrimisht anën edhe teorike, po ashtu edhe anën praktike, në farë mënyrë anën eksperimentale. Kjo është ajo që unë gjithmonë kisha kërku. Vetëm kushtet t'i kemi në nivel që mësimdhënia të shkojnë një paralelisht edhe se jo, normal, kur ti gëzon kushtet, edhe sukseset normal që janë të njësë ardhura.